ti nuk ke lindur me shikim të dobet apo e verbër, të them. Si ndodhi që e humbe shikimin? Po, realisht unë kam lindur pa asnjë problem, por si fëmijë, domethënë kam duke lozur me disa fëmijë të tjerë, edhe ta pranoj këtu se edhe si fëmijë kanë qenë mjaft social, e dashur, edhe jam afruar që ta përqafoj një fëmijë, edhe fatkeqësisht më ka shtyr, kam rënë nga një nalësi, edhe më është dëmtuar fatkeqësisht nervi optik. Kjo ka qenë. Pra, ky ka qenë momenti kur ti ishte i menjëhershëm momenti, ishte i menjëhershme humbja e shikimit, apo ndodhi pas një kohe? Po shiko, si që më kanë treguar prindërit e mi, sepse atë moment, të them të drejtën, nuk është se e kujtoj, për arsye se kur jam rëzuar, ata më tregojnë që unë kam humbur pak vetdijen, sepse realisht kam qenë e papërgatitur, më ka shtyr ajo vajza, edhe më pastaj kam filluar problemet ngadal, diku në moshën 3 vjeç e gjysmë, kam vazhduar me kontrole qoftë këto, qoftë jashtë shtetit, por më larg se këtu kam qenë domethënë në Beograd. Në atë kohë mjekët kishin pas sugjeruar që të bëhet një operacion, por realisht një mjek tjetër i ka sugjeruar prindërve të mi, sepse ka thënë që është ende e vogël, koha vjen duke u zhvilluar, edhe as se si nuk ka qenë koha që të kryhej atëherë ai operacion. Që të bëj operacioni. Ndërkohë, e kujton ti si fëmijë çfarë shihje? Kujton, domethënë, pamje që i shihje si fëmijë? I mban mend? Po, interesante është, edhe faleminderit për pyetjen, sepse vërtet këtë pyetje nuk e di nëse ma ka varastruar ndonjëherë ndokush. Është shumë interesante, sepse thuhet që fëmijët nuk është e mundur të mbajnë mend, ose nuk jo mbeten të vizualizuara gjërat. Unë fare mirë e mbaj mend që para asaj kohe, edhe pse ndoshta 3 vjeçare, por gjithë më kujtohet shumë mirë, domethënë kur dilim në mbrëmje në balkonin e banesës time, edhe i shikonim myjet, lojra fëmijësh. Pastaj e mbaj mend edhe kur para se të shkonim në gjumë në ora 8, kur i shikonim ata filmat e vizatuar. Edhe kështu që është interesante, domethënë mbetet gjithsesi diçka që të ngelet në mendje. Pra të ngelet mend, i mban mend familjarët, fëmijët tjerë me të cilët lozje, apo të kanë humbur në kujtesë? Nuk mundem tashti të them, sepse ndoshta vetëm si mjegull mund të mbaj mend, por jo edhe aq shumë të kujtoj, sepse normalisht unë tash se vetëm disa pjesëza të vogla munden ndoshta të kujtojnë. Por çka është pastaj e rëndësishme, se unë e humba shikimin në atë kohë, mandej 4 vjeç, 5 vjeç, unë vazhdova në fakt të luaj me fëmijë pikërisht me atë energji që e kisha, sepse realisht diçka ndodhi një ndryshim në trupin tim, por asesi energjia nuk humbi. Mirë po, unë shfrytëzoj rastin që tash edhe gjithmonë i kam falenderuar fëmijët që kam pas kujdes të jashtëzakonshëm të luanim bashkë, sepse kur i kujton profesor disa momente që luanim disa lojra që me të vërtet janë të rrezikshme, ose në ndërtesën ku unë jetoja, poshtë dheut ka qenë një strehimore. Imagjino në atë strehimore unë vrapoja me fëmijë. Kjo është, unë sot ta them realitetin, habitem se si ndoshta unë po si kam guxu, po dhe si kam guxuar ndoshta prindërit të më lirojnë. Mirë po, kujdesi i jashtëzakonshëm i fëmijëve, unë asnjëherë asnjë gërvishje më të vogël nuk e kam pa.